Foli Benita. Qëndro pak në temë. Unë tem jam të najtë, zamra. Unë ty të vlerësoj edhe Eliona, se jeni dy vajza shumë mira, për respektoni atë shumë gjësin, sa që nuk doni me nxjerr Klodi kesh. Po është Klodi që po përdor mirësin tuaj, po bën presion psikologjik. Ha folni, në mënyrë indirekte po ju thot mos folni, mos guxoni me fol. Eliona si ja bëri tani. Eliona është momentit, lutem. Ti e din, ama është momentit ti të pastrosh nga kjo histori. Una nuk kam çka me fare. Ka me dal video. No. E di që është e vështirë, ama më beso më e vështirë është kur nuk flet, se do ngelesh në mes të kësaj hallke, në mes të kësaj trysnie, dhe çdo prime do dalësh ashtu si prime i kaluar. E thatë fjalët, i hyt valles, që rasti unë për ty Klod flas, kam diçka me pesh të foli dhe Klodi del keq, mos harro që Klodi është lojtar, nuk e ke as bab, nuk e ke as vlla, nuk e ke as të dashur, dhe nuk e ke as dashni, dhe nuk e ke as një premtim borx Klodit. Dhe Klodi tani, çfarë po bën? Po kënaqet që ka dy vajza të mira në krah që po e pëlqejnë, që nuk po ja keq përdorin, dhe nuk po ja përplasin të vërtetën sy, dhe njëkohësisht Eliona ai ty po të bën varur se ka 3 javë që bën bisedat e njëjta me ty.